që tregova edhe ma heret, unë si ju më dalë në penzion, me njëre ju marrë ka, shpinë e ku marru pak ma heret, e ku më pregadit para se me dalë në penzion. Që veç me pas këtu, kur të vesh? Mas një jave që ju më dalë në penzion, me njëre ju marrë këtu. S'pas ke prit heq me nejtë penzion në Prishtinë? Pas mirë dha, me njëre bleva një 30 pula, unë zakonisht ushqina veç me ushqime bia. E kjo bosha këtë e jot, ja? Po e kom kretë ushqimet i kom bia, veç qojnë në shqinë e blinë në Prishtinë. Tjerat kretë i kom të mija. E këtu do më thonë ushqesh vetë me këtu, pi boshës tonë, a? Kam edhe blet, ushqina edhe me mjallë bletve shpesh, dhe që shpo e thom, ushqimet i kom këtë bia. Fshat jetoj vetëm me shuqën time, mirë pra halash të punu edhe delë edhe një 4 vjetë pension. E kaloj shumë mirë, e kom kalu edhe për para shumë mirë me ta, dhe tani kaloj. Unë kom qenë evropian qysh në kohët e rinis, kur ju martu, hera e por. Se këto ka qenë një farë tradite që burri mos me thirë grusë namën të vetë. Qëtë deshta me dollë... Mos me thirë namën grusë është morre. A unë i pori, kom thonë, fjallën e por. Nërës i prendve, ja kom boj lëqka jem ku i. Ata im që di, kujna i thash, që mërë që kjo është lëqka jem. Edhe prej atëherë gjithë i thomë lëqk. E kalej shumë mirë me ta, kemi një bashkëpunim, një harmoni, i kemi rritë minë bashkë 5.000, fola soj, sa e ma shumë i ka eduku se une ma shumë kom punu, ju morë edhe me ndërtim të ari, si shtash, me gjithë shka ju morë. Vesh me pas një jetë qetë, një jetë mirë, edhe i kom në që edhe mësimit, për të mi, forës të angazhime dhe të shuqës dhe të emës, fëmija e mi kanë arritë suksese shumë të mira, gjithë i kanë kushtet e mira, jetojnë mirë, 2 djemët i kam programera, një vajzë e kam në Akademi Ushtarake ka të krymë, një është analiste punon në një organizatë jo qeveritare, dhe jam i knaqen edhe me fëmijët. Shumë, kur të arrish, të krijesh një familje të shnushë të mirë, i qetë edhe në pleqni. Që shukon kultura e martesa këtu në fshat? Martesa të njerë kanë qenë, sidomos që në bone për shtëpia, ka po ndim nga fshatarët, çdo martes që bo, fillimisht jenë thirë ata matë kusheret, migjallartë, edhe e kanë pregadit, se si me pregadit dashmën, shumica kanë ofru edhe ndima në të, dhe nëse nuk e posë, kështu që ka qenë një sërdet shumë i madhë. Dashma sidomos kanë zgjatë 3 din 4 ditë, prej tajtës shpesh kanë du deri të honën. Kështu që ka qenë një ndryshim shumë i madhë, më krasu me tani, burrat kanë qenë veç, gratë veç, nuk në bashku burrat me gra, sikur tani që bonë dashmat. Ushqimi është pregadit nga ndonjë gjellëbërës që ka ekzistuar këtu në fshat. Ai gjithherë ardhë në mënyrë pa pore, nuk ka ly pore kur ardhë me pregadit ushqimin për dashmë. Është kjo shumë interesant, ka pregadit ushqim për shembull për 100 vjet, 200 vjet. Askush nuk ka kërku kompenzim për punën që ka kry për 3 ditë me radhë këtu për dashmë. Sa i përket festave tjera, Qush pritën festat këtu në fshat, masi që tash edhe fillimisht festa, unë dhe i kum bo 5-6 vjet, nuk e kum di çka është vit i ri. S'kemi pas as rryma, të ras nuk kemi pas rryma këtu ka në vitet e 72-ta, 3-ta. Domthonë unë dhe në klasën e 4-5 ku mësu me llama, jenë qua të llama të gazit ose vajguri që thiren. Bile shpesh unë kisha qenë me mësu gjatë natës. Boba shpesh më thojke, shuke mëre se na harqove gasin. Kurse në thojke, lese po ashtu lexuam, unë vazhdojsha me një lamë, vajgurit, afresha, edhe lexojsha gjatë mbromjes. Kanë qenë shumë kushtet shumë, si me krasu, unë shpesh kur ju tregoj fëmijëve të mi jetën që kum kalu, thot, hajtë Bob kallzon aprolla se nuk beson, që e kemi pas qatë jetë, ashtë shtirë. Duket e pabesueshme tash. Duket e pabesueshme. Sa i përket Llogaritet e kum taku edhe kuhën kur nuk ka pas rrymë me gaz. Nuk e kum di çka është vit i ri. Është shumë interesant që gjatë festat Bajramit vijnë nga
nga qyteti, folën tek e xhamia që kemi këtu në Marec. Unë e kom pas babun shumë besimtar të madh. Çdo të premte baba jam u shku në xhami, pa marr parasysh është kohë e vështirë, është me acar ose me burra, gjithherë ka shku. E që ta shku, po na qëmë bacikani. Si shpeshini që këtu janë orat e tuna, veç merë në me men që kjo orë në fund atje. Se dhjam është të fokusu ka mirë. Dhe më thonë, dhe poshtë atje është orë e juve. Tete gurin atje. Kretë që të tuk, nona e me ka kur me dropën. është një lloj dropni, po ju këshynin atje në YouTube që është ai dropni, e ka kur me dropën. Veç merrem me men, sa puna u bu në atë ku. Këtu ku ka veni mirë edhe veç me dalë për qef, ku ka ojri i pastërt, dhe sidomos një ditë me diell, pamja e mirë, ojri i pastërt, mu knaqë. Po për sa ta dhe ju më këthy se është, përveç që është ojri është i mirë, është i pastër, është një qetësi, është vend pitoresk, ka pamja fshesh shumë mirë, edhe për sa ta këtu njëri kur jeton në këtë vend, e ka një farë qetësi shpirtërore, pa brenga, pa gole, Do më thonë, jetën penzion. shumicën e gjërave që të nevojitën për ushqim, pinzësh e vetë. Kret bie i kam. Veç qojnë e shqeqenë nuk po mujnë me prodhu. Në kohët e përpashme, drut e dimin nuk i kanë siguru se s'ka pas as molen atë ku. Shumë ka qenë vështirë me siguru drut e dimin. Kurse tani ju në rritë molet edhe ka bëllë dru. Këtu edhe një sen i mirë është që shtrimi e të internetit kish. Po internetin e kemi. Do më thonë nuk i problem me full me këta në qytet që jenë. Që ju thash gjitha kushtet i kam sikur në qytet. Unë po të tregoj prej qëtuhit, boba jam me kije, ka boj dru, i ka qunë në Prishtinë mishit. Do më logaritën pazar, një kër dru e ka qu, s'ka mujt me bli një 5 kila shiqes, besej që ka mujt me bli me një kër dru. Qaq kushtet. Edhe logaritët të 6 orë ose 8 orë ka utu me kije, me kër drunit, jo me kër të hekrit ose të gumës, po kanë qenë të kere drunit. Atë gjatë rrugës, jënë thyjën, prish, kanë mujtë në gjithë rrugës me metë, qatë me meremetu kerin, ka bo 2-3 ditë dhe ju këthy. Para menu thash se pazari qelet heret, në sa ora ka mujtë mu njës për shpis, këtu që me mërja kjeve. Po ajo është një ditë për para mu njës, me mri, se të martë, sidomos ka qenë pazari druhe, unë e moj mene si fmi, jam shku edhe unë me bobën me